interesuar për muzikën kolonë zanore që për të jetetit që nga zoti Christopher Lohan, që i jep drejtimin me fjalë udhëzimet që do shkosh në Shqipëri, do takosh X person, duke parë në rrjetet sociale, duke më studiuar, dhe si pas të thënave, nuk kanë të sigurt, po më kanë ardhur burime që ande që Christopher Lohan e ka adresor Jennifer Lopez për mua, që më ka studiuar shumë mirë në përmjet të rrjetet sociale. Dhe kontakti i parë ka qenë me zotin Ludvig Gorasonin në Vlorë, akademisisht, fillimisht edhe nuk është mbajtur në mënyrë sekrete xhirimi i filmit, erdhën thjesht për të mësuar mbi muzikën tradicionale të Lavërisë. Si zakonisht, mi presin, gjitemi lart në Kuzubaba të Vlorës, që është një institucion fetar i përket Sekut Bektashin, në hapën dyer si gjithmonë ne i quajmë shtëpinë e Zotit. Dhe atje u krye një mikrostudio dhe filluan xhirimet gati 5 orë, regjistrimi me instrumenta popullore. Njëkohësisht, se nuk e kam thënë në mediat e tjera, njëkohësisht edhe se unë kam 2 çmime si ersi i Lavërisë në këngët e polifonisë. Dhe kush e ka ndjekur filmin e ju, edhe veç instrumenta kam dhe zërin tim ajo, kam një është pikërisht zërin, janë në 2 aspekte. Kur momentin gjatë punës 5 orëshe atje, më tha do luash komplet kompozimet e jetës tuaj të instrumentet popullore. Pari të deri diku me fjalë që bëra ato pjesë të gëzueshme, jo të shqerave, të lëndinave, të melodisë tanare, dhe u futa në vajet Lavërisë. Momenti më pikant për mua, që ishte më shumë e bukur, pas që më kapi për dore, më shtrëngoi fort dhe e shikoj duke lotuar. Më thot mua, çfarë je? I thash, njeri, i thash. Jo, më tha mua, pa atje kam dëgjuar për herë të parë, i thot atij kolegut që regjistron, ky zotëria ma solli Odiseun këtu. Pa ditur gjë se do xhirosh filmi Odisea.